Crazy car just speed right by. Just as well we got an eye in the sky. If you're looking for mayhem, we're just the job. Genghis Conan and a big Bob Slob. Meet Colin and Carly, saving the day. They try to help in every way. Në rregull, jemi të gjithë këtu, kolonel. Çfarë dëshiron të na tregosh? Asgjë të veçantë, zonjë. Thjesht do t'ju tregoj trupën më të mirë të konëve që është mbledhur ndonjëherë në historinë e Akademisë së Konëve. Goxha lëvdat ishte kjo, kolonel. Mund ta vërtetosh këtë? Sigurisht që po, zonjë. Shumë mirë. Mund të vazhdoni atëherë. Faleminderit, Keti, zonjë. Koni? Po, zotëri? A mund të shtypësh butonin e madh të kuq, të lutem? Fantastike! Gjithmonë kam dashur ta bëj këtë gjë. Semi të trash duhet ta dini, asnjëherë frikë mos kini, lajmet e darkës shikoni, se gjithmonë për ne dëgjoni. Semi të trash duhet ta Mund të më thot dikush se çfarë dreqën po ndodh këtu? Si ja vini emrin këtij ushtrinit të mërzitshëm pa shpirt e pa zemër? Kam parë peshë që notojnë në formacion më të mirë se ky. Kam parë Dembela me 3 këmbë më të gjallë se sa ju. Kam parë... Zotri, kolonel, zotri. Po? Çfarë është një dembel me 3 këmbë, zotri? E po, është një, unë doja të thoja, lëre fare. Tani më dëgjoni, dhe më dëgjoni me kujdes, ushtar, që nga ky moment, kjo sjellje qesharake e lodhur të rrini kot vërdall do të marrë fund. Disiplina është ajo që ju duhet. A u tregova i qartë? Zotëri, po, zotëri! Jeni të lirë! E po, mendoj se u atregova vendin. E gjitha kjo, mendoj se duket shumë profesionale, kolonel. Faleminderit, Keti zonjë. Konët nuk do ta kuptojnë se çfarë i ka goditur. Ha, me bas që ne mund t'i bëjmë të gjitha këto. Po, nuk jam e sigurt. Më duket si thumë vështirë për ta bërë ne. Forca, do t'i tregojmë kolonelit se jemi po aq të mirë sa klonët. Atëherë ai do të na lejojë të futemi në akademi, të betohem. Dakord, le ta provojmë. Në rregull, ju Dembela të përgjumur, dua të shoh se cilin prej jush në fushën e paradës për 5 minuta. Hop, 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 hop. Nuk na pëlqen të zgjohemi, më mirë me gjumë të ngopemi. Nuk na pëlqen të zgjohemi, më mirë me gjumë të ngopemi. Kështu po që është më mirë. Entuziast, gati, syt katërt dhe... Ti! Po, ti! Të flihet gjumë në paradë, dëshiron të kalosh 5 ditë në izolim, djalosh? Tani qëndro drejt dhe të ndosi ato shpatulla, më kuptove? Nuk do të toleroj dembelosje në këtë paradë ushtar të Akademisë së Konëve. Je gati tani? Sigurisht që jam. Shumë mirë pra, të shkojmë atëherë. Tani më dëgjoni me kujdes, ushtar, nuk kam më kohë për gjumë. Sot kam vendosur të bëjmë disa ushtrime në përgatitjen fizike, në fushën që është përgatitur posaçërisht për ju. Dhe ju urdhëroj që të kënaqeni, sepse nuk kam vend për përtas në ushtrinë e Akademisë së Konëve. A u tregova i qartë, ushtar? Zotëri, po, zotëri, shumë qartë, zotëri! Na pëlqen e gjumë të ftem, se ka krevati të na ngren. Forca! Forca! Dua t'ju shoh të djersisni! Ti atje! Koni numër 27! Gjitu në litar! Shpejt, shpejt, shpejt! Hej! Ti! Koni numër 36! Në tokë dhe më bëj 20 pompa! 1, 2, 3! Jepi! Forca! Ku mendon se jeni këtu? Në ndonjë piknik vajzash? Stërvituni me të gjitha forcat tuaja!
Kur unë isha në moshën tuaj, hipja dhe zbrisja nga litari aq shpejt sa juve do t'ju vinte mendja vërdall. Koni numër 41, nxirre atë fytyrë të shëmtuar nga Pelgaçja. Në punde lojra më mirët jemi, por tani pushim do kemi. Në punde lojra më mirët jemi, por tani pushim do kemi. Kështu pra, ju mendoni se meritoni ndonjë pushim, hë? E po, kam disa lajme më të mira për ju. Ju nuk keni për të bërë as pak pushim për një kohë shumë të gjatë. Tani do të shkojmë për një shëtitje të këndshme në fshat. Jo shumë larg, vetëm 20 milje dhe më pas do të ngrem një kam në dritën e yjeve. Më thoni, si ju duket kjo gjë tani? Gjithashtu, dua që të ktheheni këtu me të gjitha pajisjet për kampim brenda 4 minutave fiks. A u tregova i qartë, ushtar? Zotëri, po zotëri! Jeni të lirë! Forca Koni, shkojmë dhe i bëjmë çantat gati. Ndaloni aty ku jeni, ju të dy. Nuk më kujtohet t'ju kem ftuar edhe juve në këtë udhtim. Por, kolonel... Lërini fjalët, Colin. Ju të dy jeni shumë të rinj dhe pa përvojë për të shkuar për kamping në pyll. Kjo nuk është as pak e drejtë. Unë mezi po prisja të niseshim. Kamping në dritën e yjeve do të kishte qenë vërtet e mrekullueshme. Me përjashtim të atyre insekteve. Do të uleshim rreth zjarit, do të këndonim këngë të lezetshme. Duke shtypur Do insektet. të piqnim edhe shumë moll. Dhe prap do shtypnim insekte. Unë nuk e kuptoj pse duhet të argëtohen vetëm ata. Mjafto ankove, Colin. Nëse nuk mund të shkojmë edhe pi. Bukur, sa interesante, eh? Si është puna bos, a? Me sa duket të gjithë konët sonte do të shkojnë për kampin në pyll. Edhe pastaj? Mendoj se kjo do t'jetë mundësi e përkryer për t'i hequr qafe një herë për gjithmonë ata konë të mallkuar. Do donim t'ishim në krevat, por do bëjmë 10 milje vrap. Do donim t'ishim në krevat, por do bëjmë 10 milje vrap. Shumë të rinj dhe pa përvojë the, ha? Ha! E po ja tregoj unë ati. Forca, jepini, forca! Mund të arrini 10 më shpejt se sa kaq. Nuk kam parë kur ushtar kaq të paaf në jetën time. Ti, ti, Koni numër 22. Ajo që pëmonton është një çadër kampingu, jo ndonjë lloj fundit qesharak. Ngriuni dhe shkëlqeni me njërë, hop! Mirë mëngjes, kampista. Tani, si s'mund të shikoni, unë nuk jam komandanti juaj i dashur, ai përkohësisht është i padisponueshëm, kështu që do ta zëvendësoj unë. Pra gati për të filluar. Shumë mirë. Tani mendoj se duhet praktikojmë disa gjëra për marshimin. Si mendoni? Marsho ditën, marsho natën, jemi t'lodhur, s'mbajmë datën. Marsho ditën. Mua nuk më pëlqen as pak kjo që po ndodh. Nuk e mbaj mend se kur ka qenë hera e fundit që fjeta kaq mirë. Çfarë dreqin e mori e mira, më ngecë zinxhiri. Përshëndetje, ka njëri aty jashtë, më duket se ka rënë, ka ngecur, a më dëgjoni? Ej, a më dëgjon njëri? Kolonel, ti je aty brenda? Sigurisht që jam unë, tani më nxirr prej këtej. E jam i këtër, kolonel. E mori e mira, se nuk më vajti mendja mua. E habitshme, kampi është bos, po të tjerët ku kanë skuar, a e dini? Çfarë? Unë nuk e di. Kolonel, më duket se ata skuar nga kjo anë. Atëre çfarë po presim? Le të nisemi.
Ky vend as pak nuk na pëlqen, koloneli duhet na gjej. Ky vend as pak nuk na pëlqen, koloneli duhet na gjej. Kompania, ndal! Shumë bukur ngordaleq në tokë tani dhe bëni 50 pompa. Ti Xhuxha ti mbrapa fillot numërosh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hey! Ku vajti ky kështu? Me sa duket larg kemi marshuar, se kemi den ku kemi shkuar. Mos u shqetësoni. E njoha që Xhenxis po hiqej si koloneli që në momentin e parë që e pash dhe mendova se do mund të provonte diçka të tillë. Kështu që lash gjurmë në përpyll që ti ndjekim. E shikoni? Shkoj mushtarët e mi! S'kemi humbur rrugën jetëm dhe në baljon e nuk metëm. S'kemi humbur rrugën jetëm dhe në baljon e nuk metëm. Nuk ishte vargje lehtë, jo, por do kisha dëshirë që ja fytyrat e tyre kur kanë kuptuar se kanë humbur. Mos, ku jam? E shikon? Është me të vërtet shumë e lehtë, vetëm kërko skopinë dhe thyer. E shikon? Ja ku është një. Po, sigurisht. Unë shumë e mirë. Koni, kolonel, na gjetët. Atëherë ju keni ndjekur të gjitha gjurmët që lam ne. Sigurisht që ashtu bëm. Kush mendon se jam unë ti, Koni? Bukur atëherë, le të marshojmë të gjithë për tek restoranti. Shpejt që të mos humbasim kohë. Akullorit I keni të gjitha nga unë. Ura! Përshëndetje. A ka njëri aty apo jo?